Faleminderit, zoti kryetar, zoti Bozo, respekte për propozimin, për shqetësimin, për argumentimin. Jo politik njerëzor, po dhe financiar, ekonomik që i bët propozimit tuaj. Sigurisht do ta votoj, bindur që kështu duhet të jetë. Por të them të drejtën, nuk jam i bindur që kjo është mënyra për të rregulluar gjërat. Do ta votoj, ju thash, por nuk jam i bindur që është kjo mënyra. Nuk i them dot plaç asnjëri prej kolegëve që do ta rrëzojnë këtë propozim sot. Është e vërtetë dhe e dim të gjithë që këtu çmimi i naftës nuk justifikohet me asnjë gjë, as me ngushticën e Hormuzit. Pyesni ChatGPT-n, dhe thoni sa gram naftë merr Shqipëria nga ngushtica e Hormuzit që të mund të ndikojë në mënyrë kaq dramatike tek çmimi i naftës në vend. Burimet që u përdori zoti Bozo dhe tashit, krejtësisht shkencore dhe të argumentuara nuk i, ashtu e thatë jo njet me gërma cirilike. Edhe në ChatGPT-ja. Sa gram naftë merr Shqipëria nga ngushtica e Hormuzit? 0, thotë. Merr nga Arabia Saudite, por thotë sqaron që çmimi i naftës sigurisht që është global, rritet, nëse ndodh, po sigurisht që rritet. Pse rritet tek ne më shumë se në vende të tjera? Ta sqaroi zoti Bozo. Dhe tha që këtu qeveria përfiton nga kjo punë. Shpar me nismën e LSI-s, kryetari tha që sigurisht po është gjë e mirë kur fiton qeveria, del qeveria me fitim. Kur shteti del me fitim është gjë e mirë për popullin. Në fakt, koncepti i të dalmit të shtetit me fitim është një koncept që s'ekziston kërkun as në shtetet socialiste, s'ka qenë kështu ulsi. Duhet dilte 0-0 shteti. Megjithëse s'paguheshin taksa. Ndërsa në shtetet demokratike, siç jemi sot ne, ta thon 1 milion e ca shqiptarë që keni për zonën dhe që paguajnë taksat jashtë, në qoftë se rastësisht, mua më ka ndodhur vetë kjo. Në qoftë se rastësisht të ka marr tatimet apo i ke derdhur tatimeve, po themi 2 euro, 20 euro më shumë ti ka marr, ai për të kthy 2 euro harxhon 5 euro post me të njoftu që i nderuar zotni, keni derdh ke taksat 2 euro më shumë, ju a kemi kthy këto 2 euro në llogari dhe për të njoftu për këtë punë ka harxhu 5 euro. Sepse shteti nuk mund dalë me fitim. Fitimi i shtetit, ajo që i del tepër shtetit në xhep, do thotë që është lek i marr pa drejtësisht qytetarit në xhep. Gjatë kohës pandemisë, rritja e çmimeve ndodhi edhe në Gjermani. Nuk e di, për pak muaj, për 6 muaj bën ja 10 miliard euro, kishte surplus tatimet, në arkat e shtetit gjerman, u rritën çmimet, dhe çfarë ndodhi? U mblodhën debat shumë i ashpër politik. Këto 10 miliard që kemi grumbulluar më shumë, për shkak të xhiros dhe rritjes çmimeve, ku diun se çfarë njëjtë, po që do t'i kthehet qytetarëve më një herë tani se shteti nuk mund dalë me fitim, as nuk bëhesh fjalë. Çështja është si do t'ju a kthejmë. Cila do t'jetë radha e kthimit, e shtresave të nevojë, e këtyre, apo e një të tretë, dhe këtu sigurisht plasi debati politik. As 1 cent nga ato 10 miliard nuk e mbajti shteti. Me një herë gjeti format për t'ju a kthy dhe një herë qytetarëve të vet. Këtu tek ne shteti del në fitim dhe kjo është gjë e mirë. Thuhet haptazi në televizor. Ju thuhet qytetarëve. Pa bre burr, të mungojnë ca lekë në xhep, një vakt bukë për kalamajt, po shteti mori ka marr. A kishte lumturi më të madhe për dyshën e gjithë, po shteti punon, as kush punon për vete. Kjo është logjika që me cilën po të kthejnë përgjigje sot ty, zoti Bozo. E ti me të drejtë the dhe shembull Kosovën. Pyeta unë, ndërkohë, pyeta miq kosovar, or sa është nafta të shitesh në Prizren? Ishte 1670 lekë me tonat. Prit, mora Kosovën. Mund kisha kërku në internet gjesha çmim noturë, ti thosha ta jep interneti. Është 1670 lekë. Sot, në këtë moment, nafta në Kosovë. E merr në Porto Romano në Durrës. Është dhe kosto transportit që e çon deri në Prizren, duke kalu këtë trafikun që sapo tha zoti Bylykbashi, dhe në fund fare, i del hesapi 420 lekë më lirë për litër se sa paguajmë këtu. Qeveria thot që tash këto parë si do t'i rrisim pensionat na.
Në këto parë rritën pensionet. Kosova e ka naftën 420 lekë për litër më lirë se sa ne. Pensionet i rrit me 20% kur i rrit. Shqipëria, që ka naftën më të shtrenjtë në Evropë sot, i rrit me 3 deri në 5%, teorikisht, praktikisht i kafe. Praktikisht 1 litër naftë në muaj, rritja pensionit. Kryetari thash parë që impakti në produktet e shportës është 3% i rritjes naftës. Fakti është që janë rrit 50% çmimet e produkteve të shportës. Bordi transparencës me këtë punë nuk merret. Bordi transparencës vetëm thotë lëviz 1 cent, 2 cent, naftën që është 420 lekë më shtrenjtë se në Kosovë, e cila furnizohet tek ne me naftën. Brenda ke ky 1670 lekëshi, tregtari kosovar ka dhe fitimin, se me kaq del ke pompa. Me datën 1 prill në Austri u bloku Vjena. 400 traktor dolën, doli i priti aty ministri i bujqësisë, tentoi të sqaronte me këto që tha Ulsiu. Nuk e pranon sqarimin, me thënë të drejtën, nuk ran dakord. U mblodh qeveria me njëherë Ulsi, të nesërmen e uli me 5 cent, me njëherë. Po, naftën, me njëherë, a që dosh, sa që deshën ata. Sepse e kishin më lirë nga që kemi ne këtu. Dhe pensionet Ulsi i kanë shumë herë më të nalta se nga që kemi ne. Kështu që dhe skema pensioneve nuk të shkon, por ju keni një drejtë. Qeveria mërvlla ka për detyrë të ndjeki dëshirat dhe hallet e popullit, me t'i zbatoj. T'ju shkoj nga mrapa, ku din se çfarë. Çmimi në Kosovë i naftës është kaq, jo se është burri mirë Albin Kurti. Sa i popull nuk lejon. Ja ngresh, zoti Bozo. Dakor? Në Maqedoni, çmimi është ai që është, se qeveria ka frikë popullin. Jo se është qeveria e mirë. Jo se vuni dorën në zemër qeveria, nuk ka qeveri që ve dorën në zemër. Është sepse populli tregon që ka këtë hall çohet dhe të bllokon siç bllokojnë Vjenë, siç bllokon Bruksel, siç bllokon Paris. Çimet qeveria i ul, se çohet populli, në fakt nuk i ul qeveria, i ul populli. I ul siç i ulin Vjenë. Siç i ul në Bruksel, siç i ul në Francë, siç i ul në Paris, jo me propozimin e një deputeti. S'ka qeveri që merr dhe propozon, po se pat frikë popullin, të marri dhe të miratoj propozimin e deputetit të opozitës për t'i ulë çmimin naftës që t'ulen produktet e shportës popullit. Jo, nuk ndodh në asnjë vend tjetër. Prandaj ju thash do të ta jap votën, po kemi zgjedhur mënyrën e gabuar për ta zgjidhur problemin. Se sa në hall është populli, të gjitha këto që themi, ne kanë heq një vakt. Me thënë drejtën. Dakor? Do të tregohesh paska pas një iniciativë në online të Ulsi. Të dalim të protestojmë për çmimin e naftës përpara kryeministrisë. E pasqyruan mediat, nuk e dia ishin 7 veta. Paktën me ato fotografi që pashun, kaq është pak kënaqësia. Kjo 7. Pa shumë pa. Atë të them. Kështu që s'keni asnjë arsye ta votoni pro sot shqetësimin e zotit Bozo, se bashkë me zotin Bozo ata që dolën që kishin probleme me çmimin naftës bëhen 8. Se unë s'kam qenë. Zoti Bozo futet në radhë me ta, bëhen 8. Për 8 veta nuk ndron çmimi Ulsi. Çmimin prit, as qeveria jo. Qeveria jo. Kudo, në çdo vend të botës. Çmimet të naftës, të bukës, të kësaj, populli çohet dhe i ul vet. Pritni atë ditë se nuk ka për të zgjat. Vazhdoni sot, votojeni kundër me këto argumenta që thoni sot, që shteti duhet dali me fitim, që nuk ka rëndësi se sa buk hajnë fëmijët e Shqipërisë sot, dhe do të çohet një ditë ky popull. Do të çohet dhe ka për t'ju ul vetë çmimin. Ka për t'ju marrë dhe kamat në vonesës, që po ja merrni u bë 16 vjet avash. Faleminderit.